Bindën me dhe mja bodhe kryeministit nuk e din çka është gjandarmaria. Gjyqtari është populli. Pra populli vendos. Edhe kur ta jep dënimin thotë në emër të popullit dënohesh ose shpallesh i pafajshëm. Prokurori thotë në emër të shtetit akuzoj. Pra shteti dhe populli nuk mundet me koordinu me shtim të njëjtin vend në kontroll kryeministri. Pra këta nuk e kuptojnë as këtë ide dhe kanë kriju panik të madh të qytetarët. Qytetarët e Kosovës sot as nuk investojnë në Kosovë. Ata që i kanë do pore, sidomos mërgjimtarët tonë që punojnë jashtë orarit punës Zvicrën, Gjermani e vende tjera, i kanë që ato pare që i mbledhen jashtë orarit punës, i morin xhep, vinë blejnë një banesë ose investojnë diçka në Kosovë, rregullojnë shtëpinë, po tutën. Tash po shkojnë po blejnë Shqipni. Miliarda euro investojnë në Shqipni. Pra ky panik që është kriju është i parësyeshëm, është i gabum, sepse do ta luftojmë krimin e korrupsionit që 6 vjet në pushtet. Çka, ku është ai krim? Ai krim e korrupsionit tash je ti. Pra është Albin Kurti dhe qeveria e tij që është krimi dhe korrupsioni. 6 vjet në pushtet. Nuk ka kurkush tjetër mekanizmat shtetit që mundet me përdorë për përfitim ekonomik. Në fundit, çka është ajo? Është mekanizmi i shtetit për me kriju disbalanca në ekonomi dhe me përfitu ekonomikisht një grup i njerëzve në mënyrë të palegjshme. Kush janë ata njerëz që kanë këto mekanizma që mundin me bë këtë punë? Janë Albin Kurti dhe grupi i tij, kërkush tjetër. Nuk ka kërkush tjetër mekanizma që mundet me përdorë si mekanizmat shtetit për me përfitu ekonomikisht një grup i caktuar njerëzish apo individ caktuar. Dhe këtu është keq kuptimi i madh se a rregullon LDK-ja këtë çështje pra, sa e kam pa që është në programin e juaj. Po, LDK-ja rregullon sepse e parashët të dyjat në aspektin e vettingut, edhe vettingun në njëhershëm dhe vettingun periodik, edhe e ka qartë se çka nën kupton me task force-ën apo me byron shtetëror të hetimit, sepse edhe jam një komplonone. Edhe jam në kur e kam qit, ka qenë sepse task force speciale tingëlloj ke keq. Çka do që mundeshin me bë tjetër, u dashke me kon diçka që ishte edhe simpatike, që ishte edhe ngjashme me FBI-n. Pra ideja është te byroja shtetërore e hetimit që shiko FBI. Federal Bureau of Investigation. Pra pak a shumë ajo është marrë me çështje federale, edhe kjo ka të bëjë me krime mamadhore, që janë me vepra penale mamadhore. Jo me përditshmëri, me marrë me raste të përditshme, sepse ato janë institucione tjera që merren. Për shembull edhe idenë e fundit që ka hedhur vetëvendosja në treg si ide nacionaliste për me mujt me përfitu votaj gjandarmarinë. Unë e pash pyetje që ja bëshin ministrit, edhe i bindën me dhe mja bodhe kryeministrit nuk e din çka është gjandarmaria. Nuk e din traditën e gjandarmarisë. Nuk e din që ato janë institucione që janë kriju për me mbrojtë mbretin. Për shembull karabinierët dhe gjandarmeria janë pak a shumë njëjtë sen. Karabinierët quhen karabinierë sepse janë kanë institucioni i parë paramilitar mes ushtrisë dhe policisë që ka pasur armë gjata. Pra ka aktivitete luftarake me armë gjata. Edhe emri është prej pushkës. Po karabin që kanë thonë është pushkë, lloj pushke. Edhe në Francë është që është gjandarmeria. Për shembull në vendet e lindjes mesme i kanë krejt i quajnë garda revolucionare. Çka kanë ata me mbrojt revolucion, me mbrojt regjimin. Ato e mbrojnë regjimin. Çka po don me bë me gjandarmerinë në Kosovë? Cili është misioni i gjandarmerisë në Kosovë? Sepse duhet të rishiku komplet sektori i sigurisë. Dhe sektori i sigurisë, marrëveshja për sektorin e sigurisë në Kosovë është marrëveshje e bëme me NATO-n. Pra Kosova ka bëme me NATO, nuk po thonë që nuk mundem me kriju në institucion e mja qitë emrin në gjandarmeri. Mundesh me qitë emrin që është dush, po çfarë kompetenca shkojnë, po ti mundesh me anrudh emrin edhe policisë Kosovës. Me thonë gjandarmeria Kosovës edhe me kriju këtë punë. Po çfarë kompetenca shkojnë pas, çfarë autoritete shkojnë pas, ku ka me funksionu, çka ka me bë, kur hin me i pyet, nuk e din.